Sot vëllezër e motra, pas kom shumë qef. Kisha pas sa njerëz të mençëm në një trez. Edhe se pas kom shumë gjona për të folë. Kur unë flas këtu, flas me veten time, edhe me gjithë ju. Nuk besoj që flas me dhonë mend botës. Por thjesht më nda një mendim që kam unë, edhe mendoj që sikur se mendoj unë, mendojnë shumë tjerë. Edhe tresin ata mendimin në vetë, harrojnë dhe dalin gjëra të tjera, vazhdon. Jeta është një lumë që vetëm ecën, nuk ndalon. Pra çka ishte sot, apo çka që dje e rëndësishme, nesër është e papërfillshme, e harrume. Edhe mirë që është kështu vëllezër motra. Por unë fola dje, apo dje, nuk e di, për këtë ministrën e punëve të jashtme, duket se është ministër e punëve të jashtme, kjo Spiropali. Edhe mjaft shok të mirë, njerëz që unë i respektoj, nuk më sulmojnë. Dërëm sot, as kundërshtaret e mi më të flaktë, jo miqtë e mi të mirë, nuk më kanë sulmu, po më japin mendimet kategorikisht kundërta. Dhe unë nuk e kuptoj dot. Nuk jam gjendje të kuptoj dot. Për shembull, ne pse duhet jemi kaq të premë? O të bardhë, o të zi, o të kuq, o blu. Jeta është e komplikume, gjonat ndërthure. Nuk ka vetëm ngjyra, nuk ka vetëm partishmëri. Mbi të gjitha ka njerëzim, njerëzillek që mplekset në çdo lloj forme. Ca nga ne janë pak më të mirë, sa janë më të këqij ne. Po të morim spadën e të presim kokën. Çdo kundërshtari që ka një ide të kundërt, kush do të nes? Spiropalin për shembull, unë nuk e njoh. Ma kanë bo hajdute, kriminele, ma po më thonë edhe më falni për shprehen, shumë veta që është edhe kurv. Unë jam i sigurt që ti marrësh ata njerëz të mrekullueshëm që përdorin fjalën kurv, ka mendimin se nuk e din dot për kufizimin çdo të thotë kurv. Por në qoftë se është që për mua është një femër fisnike, e ishme, unë jam lodh me pak shumë politikan të marum nga jeta si puna ime. Edhe në për këtë kaçupët e shkurët politikës që shafun, është një me pak nga herë nga i karafil, nga i tronefil e dy ngarët që kanë qelë. Nuk është keq. Bëmi të këndshëm. Edhe në qoftë se nuk kemi asgjë tjetër të dhurojmë botës në për mitingje, në për konferenca, thjesht një kënaqësi në ministrit jashtëm të ketë një femër të bukur me bën një fotografi. Por gjithsesi, Platoni thoshte sot e 20 shekull më parë, që kur një njeri po bën pak progres në një drejtim të caktuar,
për shembull një afërt i joti i familjes sate, bën pak progres, më mirë se sa ka qenë dje. Por jo aq shumë sa do ti. Nuk është në atë nivel që doja ti, po është pak më mirë. Është mjaft ta suportosh, ta përkrahësh, të kënaqesh, që jo të kritikosh, jo të luftosh. Unë nuk kënaqa me këtë spiropalin, për arsye se në New York e pash bashk, më duket mu, në një foto me këtë Osmanin, Vjosa Osmanin. Kjo mos i shqiptar, që jam su të shof Edi Ramën që jo vetëm e nënvlerëson Albin Kurtin në arenën ndërkombëtare, po më duket mu sikur edhe nuk e përfille për buz. Kështu në gjau në një video një herë, në malësim duket që i nejdi afër Vučićit edhe i majti distancë Kurtit. Këtë mos i shqiptar më vrasin. Mu nuk më intereson në luftën brenda Shqipërisë e bëj me njëri tjetrin. E bëj me njëri tjetrin se jemi nda me dy parti. Unë kam djatët i ketë majtët dhe jemi bo për vdekje, që zdum njëri tjetër, vetëm ne jemi të mrekullueshëm, të tjerët janë maskarej. Por në arenën ndërkombëtare ne s'kemi shumë për të bërë, po të paktën, edhe nëse kemi marrëveshje me njëri tjetrin, të dukemi edhe po s'jem sikur jemi bashk. Keeping Up Appearances është një komedi mrekullueshme angleze, nuk e di nëse shikohet akoma. Pra, sa mu duk për sy të botës e ka kuptimin Keeping Up Appearances. Kjo është shumë, edhe jo deklarata që thashon kundër Vučićit. Jo Vučićit që një ministër serb, që tha para ca ditëve që janë këto politiket shoveniste të Vjosa Osmanit në Kosovë që po të bëjnë serbet. Kjo ju përgjish flak për flak. Ju përgjish flak për flak politikës shoveniste serbëve, që nuk janë shqiptarët, ato që dëbun nga Ballkani 1 milion serb, por ishte ju, politika ju, shtetit ju. Ne s'kemi dëbu. Edhe mos e fry zjarit, ne nuk kërkojmë konflikt, por ne dalu beg se ka e ndek. Nuk do të tolerojmë gjithmonë këta përdhosjen publike që doni ju t'i bani shtetit tonë ty në Ballkan, Kosovës. Këto janë pak, zakonisht. Ne nuk e shohim datë, ka thënë Bibla, as trau në syrin tonë, po qimen e shohim në syrin e tjetrit. E shohim edhe kritikojmë gabimet tona, nuk i kemi pas i herë, edhe po të na i thonë të tjerët, nuk i besojmë vetëm po që se kemi një kohë gjatë, të rinë, e të mendojmë me vetën tonë, ndoshta, po të kthejmë kokën mrapa, shohim që të gjithë kemi gabime në jetë. Vëllezër e motra, ne gabojmë në shtëpinë tonë. Ne gabojmë me motrët e vëllezërit e familjes që ne ka bërë një nanë e babë, ne gabojmë me nanën, ne gabojmë me babën. Ne jemi gjithë gabime, jemi njerëz me katar. Prandaj ka vdek, ose dha jetën Krishti, edhe nëse s'është e vërtetë në mënyrë metaforike edhe simbolike në Bibël. Për njerëzimin, njerëzimi është mëkatar. Kur jemi të gjithë, kur je ti, që më dëgjon mund, kur jam mund që u flas juve, atëherë si mund të mos jem ato që në udhëheqin. Por kur shohim diçka, qoftë një krimës të vogël të mirë, duhet ta përkrahim edhe ta përshëndesim.
edhe ja të luftojmë. Edhe një herë, për shembull ne këtë qeveri kemi, edhe nuk mund do të ndrojmë për 4 vjetë. O të nëzim, e të janë nëzim jetën, po të kesh njëri, edhe të kritikosh për çdo gjë që bën, edhe kur po përpiqet të bëjë një gjë të mirë për familjen dhe për veten e vet. Ti vetëm se e tërheq ata, e tërheq poshtë, nuk e let ngrihet. Por në qoftë se ti e përkrah, e motivon, i jep zemër, i vën pa vetëm atë grimcë të vogla të mira që bën ti e motivon të çon përpara. Unë mendoj unë, që Shqipëria, me ato problemet të mëdha që ka në Shqipëri, edhe me të boshëtisjen që po boshëtiset Shqipëria, në arenën ndërkombëtare sot, kryesisht në Evropë, është e përkrahme, e përgdhelme. Bile më duket mu Evropa ka fillu për herë të parë t'i mbyll syt tek gjitha tmerrat tona. Edhe kjo është meritë e atij që ne urrejmë shumica jonë e Edi Ramës. Ne nuk duhet ta shpërdorijmë këtë mundësi që kemi. Por ne duhet të çojmë përpara diçka tjetër. Sot ne kemi shansin kur shteti i Kosovës ka më shumë zona që flasin keq për ta, që duan të demonstrojnë për interes në Beogradit, edhe t'i vjen epitete që s'ka, për shembull të na bëjnë neve për çarës në Ballkan, se 2-3 veta për shembull nga komuniteti serb nuk paskin të drejtën të këngojnë, të ngrinë atë parlamentin, aktivitetin e parlamentit e këtë të tjera. Sot unë mendoj që Spiro Pali, mendoj unë, më shumë se duhet punoj si ministre jashtme e Edi Ramës dhe Shqipërisë dhe shqiptarëve, t'jetë një zonë në krahët Kosovës, ndëgjohet ndryshe sot zoni i Tiranës, ka më emër, ka më prestigj, besohet më shumë, duket më i civilizuar në Evropë. Edhe unë kam frikë që ne edhe po t'i ketë bukur ministrat Rama, do t'i urrejmë. Po t'i ketë plaka, po ky këto plaka gjeti, po t'i ketë bukur, po ky çfarë po don me bë këtu kuplara, fjala vjen. Por mos e thash këto vëllezër motra, unë du të them diçka që më kënaqi mua këto ditët e fundit. Kanë qenë sa ngjarje të tmerrshme, por që të domosdoshme të ndodhin për Shqipërinë. Edhe këta janë 2 gjonat kryesore që më kënaqin mua jashtëzakonisht. Edhe pse më dukem njeri që po flet ky idiot. Vrasja e atij gjykatësit nderuar, qoftë në paqe, është një humbje e madhe për familjen, pra është një sukses i madh për Shqipërinë, edhe për shtetin shqiptar. Edhe një herë, vrasja që ka bërë ky djali, ky Shkëmbi, është një humbje e madhe për familjen e tij, por është një fitore e madhe për drejtësinë shqiptare, është një sukses i madh për shtetin shqiptar, edhe për gjithë gjykatët dhe punonjësit
e drejtësisë në Shqipëri. Edhe e dyta do të tregojmë juve pse mendojnë kështu, edhe një herë. Unë flasë se kam qef ato që mendojnë, ti ndaj me ju, po ti ishe bashkë, gjoj mendimin e juj, edhe të thejmë diçka, ne duhet ta respektoj mendimin e tjetrit, edhe pse mund t'jeti kundërt, mos bim dakord, nuk thashë që ti të bish dakord me një komisión. Ne s'bim dakord shpesh as me vetën tonë. Por që ta respektojmë edhe mendimin e tjetrit, edhe të mendojmë pse ky thotë dhe mendon kështu, edhe pse unë mendoj ndryshe. Asnjëherë nuk du njeriu ai tjetri të përqafojë çdo fjalë që them, çdo mendim që them. Por t'ja respektoj mendimin e kundër tjetrit edhe të mendojmë. Pse mendoj unë që vrasja e këtij gjykatësit është fenomenale për mirë, për shtetin shqiptar, për gjykatën shqiptare, për të drejtët në Shqipëri. Edhe problemi tjetër, tema tjetër, që desha të flasëm, është problemi i Kryebashkiaku Tiranës, Veliaj. Është një dramë soap opera me intriga nga më të bukur dhe më të këndshmet, por tash në fund me vendimin e gjykatës kushtetuese që ka hedhë poshtë atë zgjedhjet e parakohshme në Tiranë dhe ka dalë kundër pra qeverisë së Ramës. Këto janë sa që ka ndodhur, jo fenomene, ca ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe madhore për politikën tonë. Jashtë është një ditë e mrekullueshme. Edhe duhet ju të them juve pse. Në radhë parë shkojmë tek kishim edhe çështjen e vrasjes së këtij gjykatësit të nderuar, paqe qoftë në shpirtin e tij. Edhe për vrasësit Shkëmbi, uroj që drejtësia të bëhet drejtësi, mos kemi një drejtësi e zbatim ligji të pabarabartë, ndryshe për atë që vrasin çdo ditë njerëzit për tokë dhe i nxjerrin jashtë mrena ditës, e ndryshe për ata që vrasin në pikën e hallit, në pikën e krizës, një punonjës gjykate, para gjyqit, gjithë njerëzit duhet jenë një lloj, si ai që është krye pushtetari i vendit që është Rama, si ai që është një hiç si gjithë ne si Sami Gjoka. Të gjithë duhet jemi një lloj para ligjit, edhe pse shteti duhet mbrohet. Pra Shkëmbi, ky djalë që vrau një gjykatës nderuar, besoj unë, nuk duhet të nohet më shumë se ka vrarë një gjykatës se sa ai tjetri që vret një hallëxhi atje që po vodi tokën e vet. Gjyqi duhet jetë i barabartë. Ato që janë vrarë, viktimat duhet të jenë barabartë dhe nuk duhet të ketë ligje të ndryshme për Edi Ramën dhe ligje të tjera për Sami Gjokën. Por vrasja e gjykatësit është si ajo s'di sa duhet jesh shumë i kujdesshëm se dukesh barbar, dukesh i lig, pse duhet kjo, për nga i herë kërkohet një sakrificë madhe, një dhimbje madhe, është si çlirimi i vendit për shembull, në qoftë se na ka pushtuar Serbi. Njerëz të dashur në mos vetë, se kur je vetë zdi, tuj do të derdhin gjakun, do t'ikin nga kjo jetë, për të sjellë ata independencën, pavarësinë, lirinë,
gjonat nuk vinë lehtë. Gjykatësit dhe gjykata në Shqipëri kryesisht kanë 30 dhe sa vjet që bëjnë që donë kokra i qefit me popullin tonë. I kanë morë në përkon, i kanë talë, i kanë përtalë, i kanë mëllë qeshtjet që kanë pas qeshtjet të drejta, u kanë hapë qeshtje ku s'ka pas problemet hapin qeshtje, u a kanë shkil të drejtën me dykon. Edhe kur vjen tjetër edhe ta fut me plumb ballet në trezën tate, ti do t'i vesh gishtin kokës, se vjen një ditë kur populli s'ta fal pa drejtësinë. Të ndërgjegjësohen ato gjykatësit që bëjnë pisliqe, ky ndoshta s'ka bo, urojt mos ketë bo, që kur i ngullet popullet dhe i kanë palës, jo të gjithë të do të rojnë gjithmonë. Do të ketë reagime që s'do t'i pëlqej edhe juve. Ndaj vini gishtin kokës. E dyta, gjykatët tona kanë qenë si vreshti pa kartë, ka thënë, si gruaja pa burr. A i ka mohu shteti atë mbrojtjen me këto pisliqe që s'e ka drejtën, nuk është detyra e shtetit të mbrojë gjykatën, nga që gjykata është e pavarme. Shteti ka detyrë të mbrojë gjykatën dhe gjykatësit. Edhe pse ato janë të pavarur dhe duhet të jenë pavarur nga shteti, dhe mund të ndihmojnë edhe njerëzit në pushtet. Në qoftë se ti don për shembull këtu në Amerikë, ku jetoj unë, edhe ju jetoni ku do në përbotë, nuk e di në Itali, nuk e di në Greqi e di, po në Amerikë, gjykatat kanë atë the Sheriff's Department. Pra është një polici shtetërore, e countit, e pra që merret me mbrojtjen e gjykatës, që në të samancët dhe që kuan urdhëresat kur të rritësh dhe vesh në gjyqe ku të dion majnë, pra është jo polici private, pra është një lloj polici që quhet the Sheriff's Department, s'prisht më emri. Këto nuk e kanë në Shqipëri. I takon policisë, në qoftë se ti mendon që duhet ketë një forcë tjetër policore, jo private security, që duhet ketë një forcë tjetër policore, siç është në Amerikë për shërifet, krijoje ti si shtet atë. Por jo të lesh gjykatën dhe gjykatësit të zbatoj ligjin shqiptar, të shtetit shqiptar, edhe mos të ketë mbrojtje për zbatimin e ligjit. Unë mendoj që këtu duhet të ketë përgjegjësi, jo për çka më të varim për llape. Ministrën e drejtësisë kush e ka refuzuar, kur ka bërë gjykata një kërkesë që du më shumë, jo më shumë, por du mbrojtje. Edhe këta janë përgjigj që jo s'kemi kapacitete këto. Unë nuk them që të shkojmë të bëjmë luftë në parlament, ngrihet tash se i gjetë rastin opozita, të shfrytëzon momentin edhe t'i hudhet për fyti ministrës që ka refuzuar policisë ku të dion. Kjo nuk është me bë luftë të vritemi. Kjo nuk është me tregu tash se më erdhi shansi që jam unë më mirë. Kjo ka qenë thellje me llaf që kemi e dy partive shtetit, por të ndrejqim këta, vjen prapë kjo vrasje që i vend gishtin kokës atyre që janë pushtet dhe kanë refuzuar mbrojtjen e gjykatës. Unë jam i sigurt që policia dhe ministria kush janë këto nuk e kanë refuzuar jo shtimin, por providence, se thonë t'i japësh, t'i sigurosh policinë, nuk e kanë refuzuar që ta lejnë pa mbrojtje edhe, por s'e kanë besuar që populli jonë që t'i shkel me kon,
që ti merr pronën, që ti jetë për talë, që ti shem shpinë me buldozer. Mos e kalon vetë boj. Do të ngrihet një ditë si Avni Rostemi, si Miq Sokoli, si Adem Jeshari. Ky popull që ti e përpuz që e ka shkel me kom, ti se ke besu që një ditë mund ngrihet të ta vej plumin pallit, kopurën ballit. Por vjen një ditë që pa drejtësia, se thonë da boja, të mirën vjen, e hudhën detë, vjen shpi gjen vetë si që është, edhe keqa vjen. Pra, këta sa kanë mendu, të shi që mendu, thajmë që do të shikojnë ndryshe. Unë nuk du që gjykatët, edhe avokatët, e palëve kundërshtare, t'jem të kërcënum në gjykata. Ne duhet fillojmë të mësojmë dal nga dalë që gjykatës i kundërshtar e ka për detyrë të luftoj kundër teje. Se ne vim nga një shtet ku s'patëm këta që quhen avokat që na bëjnë mbrojtjen, kemi mendu që drejtësia flet vetë, për drejtësia nuk flet vetë. Se unë nuk jam i aftë ndoshta ta mbroj vetën time, të tërgoj gjykatës se kush liq më mbran mund për këtë akt që kam bo, ose dhe ngjarjet e mia, pse e bona këtë gjotë palishme, s'di të tërgoj, binqëm, kështu që duhem. Avokati kundërshtar e ka detyrë profesionale që të mbroj atë që e ka marrë, të mbrohet. Edhe nuk është armik i joti personal, mundohet gjatë çështjes, por nuk duhet luftu, edhe vra, edhe ekzekutu, se lufton me mishë me shpirt kundër teje për klientin e vetë, ashtu duhet luftohet dhe joti kundër atij. Kjo është drejtësia, kështu është drejtësia ndërtume. Mirë po ata janë pa mbrojt. Unë habitem që ne vritemi, vepritemi çdo ditë rrugëve, theremi. Kombi ndoshta më gjatë nxehtë në botë që s'falim asgjë. Kur vjen puna për pesëlliqe koti, kur shjeti, kur sha mostaqe të qelës. Edhe habitem se si ky popull ka duru kaq shumë, edhe s'ka vra shumë më shumë gjykatës deri më sot që nuk du kur. Po kështu si kanë qenë gjykatët e tona, me këtë mbrojtje që kanë pas, unë habitem si nuk kanë vra gjithë të gjykatësit deri më sot që kanë po kaq shumë padrejtësi me popullin tonë. Edhe unë du t'i bëj thirrje gjykatësve, jo që t'i jap zemër shqiptarëve e të ngrejnë kokën kundër pushtetarëve, funksionarëve, por ju e meritoni plumin. Edhe se ju duhet ishin shumë tjera varg, duhet ishin arkevolët të shku qoftë, pushtetarët duke fillu që nga i Maskaraj, Sali Berisha dhe Edi Rama, e qoftë ju të drejtësisë. Ne duhet kishim sa vorreza me ju, të mushme me ju. E keni meritu dhe e meritoni, por Sami Gjoka nuk e donë këta. Por ama kënaqem që kja nodhi që t'i veni kishtin kokës, se keni si keni dash me popullin shqiptar deri më sot. Edhe kënaqem që edhe gjykatët paktën të kenë pak hije për gjykate nga sot e tutje. Ku të ndihem unë i sigurt të shkoj aty dhe të argumentoj për çështjen time dhe si njëri i thjesht që nuk më vret mua se e vuni ai shkambi edhe palës kundërshtare atë ko burën mball. Kjo është gjë e mirë vëllezër e motra që ka ndodhur. Duhet jetë me llaf për të përshnet ky akti i këtij shkambit. Edhe një herë unë ju uroj paqe gjykatësit që është vrarë. Edhe unë i uroj drejtësi këtij të shkambit. Jo drejtësi e bëmë në përmetje, në për gazeta që fillon të apojnë edhe gjatë i kriminali, se nuk e mbrojti, nuk e sigurisht e heroi, do të sa budulli që me kur bëhet gjyqin e për
në për media, që ka fajtor ai se ka ditë, unë nuk e di, se që kam vlla im e motra ime në mendje, ti duhet të vërtetosh ata, do të kesh një provë të vërtet, për shembull që ka thonë Xhaxhai, edhe keni gjuju, i ka thonë këtë nipet në qosës na jep drejt, nxirë burin dhe vrite, po si padet i këto thjesht se ai s'është bodyguard, ai s'është policë Xhai vetë atje, që të futët e ti marr koburen, po vë kjo është Trump, ne i bëjmë armiqt njerëzit paralel. Edhe një herë, unë uroj që drejtësi, do të ketë drejtësi dhe paqe për të dy palët, edhe për familjen e gjykasit ndërum, edhe për familjen e këtyre njerëzve në hall. A e kanë pas pronën e tyre? A i kanë mashtru të tjerë që është pronë atyre? Nuk ka shumë rëndësi. Njeriu që nxjerr koburën në një institucion shtetëror dhe ekzekuton një gjykatës në gjykatë, është në hall të madh. Edhe ne duhet të kuptojmë këto. Po edhe në qoftë do marr një dënim të ashpër ky person, prapë kuptoj se prapë ishte bën të mirës që ato tjerë që do të kenë edhe dhe se do ketë plot si shkambi, që du të marrin koburën e vind t'i heqin qafe, më falni për shprehjen. Du të thejmë edhe avokat në ndërum edhe shujgjëkat në ndërum edhe hale, se janë hale, e kanë bo hale drejtësi në Shqipëri. Du të heqin qafe, po unë du të frenohet, kjo dhe një dënimi ashpër ma se do t'i vendi gishtin kokës edhe kriminelve, por ama dënoj një lloj, edhe ata që vrasin njerëz thjesht, sikurse dënoni këto që vrasin funksionar të ndryshëm të qeverisë e pushtetar. Mos kemi dy ligje të ndryshme si ky ligj tashti që kanë po nxorën një ligj këto parlamenti jonë që të mbrojmë femrat në politikë, të mbrojmë gratë që merren në politikë nga bullozimi në internet. A ka më pa drejtësi se sa të nxjerrësh një ligj të tillë në parlament? Mirë po, kjo është imitimi i Evropës, Evropa e ka nxjerrë një ligj, Bashkimi Evropian e ka nxjerrë një ligj të tillë që i del për krah atyre që s'është nevoja të dalin për krah, pushtetarëve dhe gravet në politikë, jo atyre nënave atje në fshat, jo atyre femrave që i morin zvarë dhe i shesin në rrugëve, por grave në politikë. Pse të mos thush që sot e tutje duhet kemi një ligj të ashpër kundër bullëzimit, kundër femrave, por femrave në politikë? Femrave në politikë. A e shifni këtë diskriminimin social, që ndryshe ke vlerë ti, kur je atje dhe ke një teser, që quhet ajo, antare parlamentit, politikane, ministre, e ndryshe. Nëna ime po nëna jote, motra ime po motra jote, gruaja ime po gruaja jote, ndryshe, por atë s'ka. Pse se do të imitojnë ligjet e Evropës? Edhe jemi në hall. Do të imitojnë. Po mund të thonin këtë, me qose donte Evropa, që mbrojmë femrat nga bullëzimi. Nuk ishte nevoja të mbrojmë Spiropalin, apo Elin dhe Bollukun, sikur janë këto shoda Galica. I duan e respektoj, po jo për te i kornizave. Para, ne kemi një lloj drejtësie dhe ligjshmërie të pabarabartë. Edhe pse para ligjit çdo njeri duhet të jetë i barabartë. Por kështu është gjithë Evropa. Edhe Evropa nuk është ligj që del për herë të parë në kuvendin shqiptar kjo të mbrohen gratë në politikë nga bullëzimi. Këta janë imitime, ne jemi majmun. Ne imitojmë të tjerë. Këta janë imitime të Bashkimit Evropian, e kanë edhe këtë ligj. Që është një ligj i përshtirë, i përbushëm, që gratë dhe vajzët dhe nonat që janë në pushtet në Shqipëri dhe në parlament duhet ishin ngrit kundër këtij ligji, jo që mos ketë ligj kundër bullëzimit femrëve, por të hiqesh fjala femrëve në politikë apo me detyra shtetërore, duhet të heq këtë fjalë.
Por dalim ka ajo çështja që është më e këndshme tek sop opera e kryetarit bashkisë Erjan Velis. Kjo është gjoja më e mrekullueshme që ka ndodhur ndonjëherë në politikën shqiptare, edhe mënyra se si përshkojnë gjërat është një nga dramat më tërheqëse mendoj unë të politikës kudo në botë. Për Erjan Velia, ju të gjithë e dini, ka qenë besoj unë një kryetar bashkie i suksesshëm në Tiranë, është apo s'është marrë me korrupsion, ka qenë shumë i suksesshëm në Tiranë, që po figura numër 1 mas Edi Ramës në Shqipëri, pati fitu mjaft popularitet me socialistëve të vet, edhe mas, edhe në Tiranë, edhe njëherë është marrë me hajdutlik, është marrë me korrupsion, nuk është çështja ime, nuk du të flas për ta. E ky Erjan Velia do të kishte marrë Tiranën në qoftë se dilte prapë në fushat kur t'i marronte mandati fare lehtë, vetëm nëse kishte ndodhur ndonjë gjë tjetër. Erjan Velia pra ishte kryetar i Bashkisë Tiranës. Erjan Velia nuk është se thjesht dyshohet për korrupsion, por është edhe mahet në arrest për korrupsion, nga frika, siç kuptoj unë, se po t'jetë jashtë zhduk ata që quhet evidencën që implikon këtë me korrupsionin, pra mahet në burgim. Çojeni me kujdes tash. Erjan Velia ishte kryetar bashkie. Erjan Velia ka qenë njëri mjaft popullor, në kuptimin e, si thonë, që pati fitu respektin, dashurinë, adhurimin e gjithë socialistëve të vet. Edhe ishte numri 2, më quajnë një mas Ramës. Është në paraburgim, duket si quhet ky arresti, pra nuk ka ligje, ashtu nuk ka konkluzione, nuk është dhënë se është ka dalë me faj, edhe nuk mahet në burg, në paraburgim sa është me faj, por mahet nga frika se po të lejnë jashtë mund zhduki këtë evidencën. Pra drejtësia nuk është drejtësi gjithmonë, nëse mahet për kaq, është një padrejtësi e madhe që i bëhet njeriut. Se dyshon ti që zhdukun në evidencë dhe man burg për këtë mahet. Por ajo është kryetar bashkie, edhe bashkia është pa kryetar gjatë kohës që është në burg. Ose në paraburgim, s'ka. Edhe është pas ka një rregullore bashkie që nëse ti nuk je në punë për më shumë se sa 3 muaj, duhet hiqesh nga ai post. Gjojeni me kujdes, në fakt të shumë është gjoja sop opera, drama më e mrekullueshme për të dëgjuar. Të kish një skenar të mrekullueshëm, një romancier të mirë, për shembull, si kush na kanë hiq tash, po kemi Ziajin, Zia Çelën, Faruk Myrtajn, kemi mjaft, nuk e di kush merren me prozë, janë demel njerëz që shkruajnë prozë, proza do adorim shumë. Edhe se shkruan 10 kapituj dhe pastaj do të fillosh nga para, po të lesh aty që të dish se shkruan ngjarjet, ti kthesh, nuk shkruajnë Faruk Myrtaj, duket se shkruan edhe ky miku im nga Korça në Saloniku është ky Shallovari, shkruan Blushi, shkruajnë, po jo shumë, por kjo e Erjan Velia të ka dash një skenarist të mrekullueshëm, të bësh një dramë të mrekullueshme, sepse ka shumë kthesa, e të këndshme, por edhe shumë për të mësuar. Pra edhe herë, ishte kryetar bashkie. Mund të ketë futur Rama, se që kërshtim për Ramën, në bashkëpunim me Spakun, mund të ketë futur Spaku, mund të ketë futur Sali Berisha, nuk e dim, pra është në paraburgim. Mahet në paraburgim, jo se ka dalë me faj,
por se kanë frikë se çdo evidencën është krim, ta marrësh tjetrin atje nga frika se çdo evidencën, por je është të detyruar me gjykatën ta marrë ma. Tashti, mendohet që bashkia të majtët të djathtë u mlodhën të votojnë të shkërkojnë. Kaq quhet veprim administrativ, se janë në punë si dhe vetë, edhe deshën të shkërkojnë jo se është kriminal, jo se është hajdot, jo se është marrë me korupcion, jo se besojnë që të dalë me faj, po thjesht se nuk është në punë e bashkia ka nevojë, pra kjo quhet një veprim administrativ. Po ta kishte heqë Edi Rama, Edi shkilte kushtetutën, pse se Edi është kryetari i qeverisë shqiptare dhe nuk është i Tiranës, që është lokale, vetëm ato qeveria lokale edhe populli që ka zgjedhur i Tiranës, jo shqiptar, jo i Vlorës, jo i Durrësit, jo Sami Gjoka në Amerikë, tiranësit që kanë zgjedhur mund ta heqin. Në qoftë se shkakon Edi Rama shkel kushtetutën edhe bëhet një veprim kushtetues. Ka apo s'ka të drejtë Edi Rama, se Edi Rama mund të heqë ndoshta për krime shtetërore tjera vjet. Edhe këtu për këtë pastaj takon kushtetutës, i takon gjykatëve mbrojtës me kushtetutë. Pra, a e ka heqë Edi? Po ta ketë heqë Edi, është një veprim antikushtetues. Po ta ketë heqë bashkia, është një veprim administrativ. Tash problemi është kompleks kjo. E ka shkarku bashkia, por të nesmen është transmetuar që se vetë fjala ka shumë rëndësi kur flitet dhe kur thuhet, çdo ditë që njerëzit mendojnë që hidhe fjalën, flitet fjalën, s'ka rëndësi, po fjalën kur e thu, për shembull, po qëse ti shpreh, qeveria shqiptare, mediat shqiptare, zëdhënësit e kryeministrisë, e të gjithë të ishin shpreh që bashkia e Tiranës e hoqi Veliajn, e shkakoi për arsye administrative, do të thonë fjala, se ajo nuk është në punë, pra asgjë tjetër. Edhe ne nuk marrim pjesë në shkarkim apo mos shkarkim, kishte apo s'kishte të drejtë bashkia e Tiranës, por ne mendojmë që Tirana nuk mund të rri pa kryetar bashkie, tash që është heq, edhe duhet bëjmë zgjedhjet e parakohshme. Këto prapa e transmetuan që e hoqi dhe shkarkoi Edi Rama. Në momentin që thanë e shkarkoi Edi Rama, masi e kishte shkarku, bashkia bën një gabim jashtëzakonisht të madh. Se i futën hundet edhe e bën me i herë kthyn diçka që ishte administrative nga bashkia vet, ata që janë nuk mundët të shkel kushtetutën varësijat, ata ishin varësit e Erjan Veliajt. Ata e hoqën se ne duam bosin krye. Ti si e këtu bos të duam shumë, po duam i rrëp në drejtoj. Ania ka met pa timonier, makina ka met pa shofer. Ata e hoqën edhe të kishe ngel me kaq. Edi Rama as kishte pse të shkarkonte, të aprovonte apo të kundërshtonte. Nuk janë autoritetet të kryeministrit sa është pushtet vendor. Në moment që këto idiot, kryeministria me Ramën, vendosën që të thonë edhe këta që hoqën, edhe të deklarohet që shkarkun, e bon kushtetues diçka që ishte administrative. Shikoni idiotësinë, thjesht për kufizimin e fjaleve, se ka shumë veta që që rëndësi ka që e quajmë Sami Gjokën në emigrant, ka emigru Sami Gjoka, ka shumë rëndësi, se nuk është fjale sakt. Nuk është fjale sakt, edhe kur nuk përdor fjalen e sakt, merr tjetër kuptim në leksik, edhe ka tjetër kuptim interpretimi ligjor. Nuk e shkarkoi Edi Rama. Në momentin që thanë e shkarkoi, u bë kushtetues. Në momentin që bëhet kushtetues,
Në qoftë se Velia do të heshte, prapë s'kishte problem. Por në qoftë se Velia mu shkel mua e drejta kushtetuese dhe shkon dhe hap çështje në gjykatën kushtetuese, gjykata tash ka të drejtë të pezullojë çdo lloj veprimi derisa të zgjidhet çështja e Veliajt. Ata mund të mbyllin mbrenda natës, edhe çështja nuk mbyllej, sepse shkohet në apel. Pra shikoni tash idiotësit. Edhe një herë, unë ju thash në fillim, Evropa po mbyll syt me ne. Edi Rama nuk është politikan. Edi Rama nuk është diplomat. Edi Rama është arrogant, është i guximshëm, është një idiot, por shqyr që Evropa mbyll syt dhe don. Edhe ja për shembull, ku çalon problemi i tij, ai deshte zgjedhjet e reja, ai duhet thjesht kishte thonë që unë nuk është në kompetencën time as të shkakoj, as të konfirmoj, as të kundërshtoj atë që ka bo bashkia. Bashkia e ka heq, bashkia ka vu, ata unë nuk e di nëse kanë të drejt apo jo bashkia. Për arsye se edhe po të di nuk takoj të fus hundët, unë jam kryetari i Shqipërisë, unë zgjedh ministrët, nuk zgjedh kryetarin e bashkisë. Por me qenë se ato në bashki e kanë shkarku, unë e shoh si prijes e vendet që Tiranës duhet të rri pa bashki edhe kërkoj. I kërkoj gjykatës, jo i shpall. Kush je ti të shpallësh? Po i kërkoj. Ku që kërkon parlamentit ta, presidentit ta, i kërkoj që të mos e lejmë Tiranën pa kryetar bashkie. Tash problemi është që edhe sikur Edi, gjoni më kujtes, për ne thamë, është shumë ndërlikume, të kishtë thonë që unë s'kam kompetenca dhe autoritet si kryeministri i vendit merre me Erion Velin, sa kryetari i Bashkisë Tiranës edhe është, si thonë, pushteti vendor, edhe as nuk konfirmoj, as nuk kundërshtoj, por mendoj që Tirana duhet ke, edhe sikur të kishte thonë këta, prap e kishte bo kushtetutës për arsye sa është thonë në media, është publiku që Edi Rama i ka kërku bashkisë që bashkia të votoj e ta heq shiftin të likimet, sa bukur që ndërlikohet kjo, për arsye se edhe sikur Edi, vëllezër motra, edhe kryeministria, të thoshte mos e shkërkoj bashkia Demokratët Socialist Velien. Edhe sikur Edi thoshte që unë s'kam dorë, unë s'kam dogë në këtë fajt, thane, pra s'kam gësht në këtë punë, s'kam dogë në këtë fajt, thot s'kam qenë në këtë konflikt, nuk kam qenë që ndryshime, e ka kuptimin s'kam gësht në këtë punë, unë as nuk e shkërkoj, unë as nuk e konfirmoj, unë thjesht shoh që bashkia ka heq kryetarin e bashkisë për mënyra administrative, sa i nuk është në punë. Mendoj që Tirana meriton të ketë një kryetar bashkie, edhe kërkoj që të bëhen zgjedhje parakoshme, apo nuk janë më të parakoshme. Parakoshme për mua është ta heqësh dikën në pushtet, po jo se është shkaku, tash jam të mosdoshme, të nevojshme. Po i këta nuk më të thonte më për arsye se veprimi i bashkisë vetë nuk mund të ishte më administrativ nëse vërtetohet që e ka imponu kryeministria bashkinë, sa është thonë që ky idioti, ky Edi, se do duken këta, se kanë qef të morin lavdin që e bona unë, ja kush jam unë, Hesa Liberisha, shifç boj unë, në vend që të heshte, si që ka hesht kur e ka fut në burg. Së unë mendoj që Erion Velia ne ka fut në burg Edi Rama dhe qau, deri sa lot krokodili ditën tjetër filloi të qeshje, tamam skicofren, që s'janë gjendje. Edhe këtu duhet kishte bot njëtin rol. Unë e di që ata hoqi Edi, kryeministri. Por Edi duhet kishte hesht, nuk duhet ishte prononcu. Qeveria nuk duhet kishte nxjerr, na themi këta leaks, këta nuk duhet kishte që i tha bashkisë të votojë, se në momentin që thuhet që Edi i tha bashkisë ta heqin, i kërkoj, atëherë ti ka shkel prap kushtetutën se i ke imponu
nuk e ka heq vetë në dëshirën dhe vullnetin e vetë, morë bashkia, po e ka heq me trysnin tate nga kryeministria. Shikoni si ndërlikohet prap, nuk dilte, se këta janë idiot, s'din çfarë bëjnë ta. Do më thënë Beluli, Sami Gjoka duhet ishte drejton të shtetin e juj. Ju s'vini dakord me fjalët e mia. Po na kemi Don Quixotet, kur e boni Cervantes si Miguel de Cervantes, ka shkruajtur Don Quixotin e Manches, e mori Sancho Pança, jo mo Don Quixote, po Sancho Pança që ishte idiot edhe për Don Quixotin, që ishte skizofren dhe e ban njëri që ec me të Sancho Pança me të gomarin e vetë, si kishte emrin Gomari Arova, se kam lexuar Kalamon, edhe kur e boni governator një qyteti, të gjithë ta filozofët, mendimtarët, intelektualët e qytetit habiteshin, mahniteshin me atë Sancho kur zgjidhte këto problemet. Pra kur hyp në pushtet tjetri, edhe idiotëve ta vesh në pushtet, dë bën autoriteti pushtetar, të dukesh njëri me mend. Edhe këto që shifni jo, ne kemi idiot nga dy palët, nga dy partit në parlament, kemi idiot në qeveri, e shikoni se si e ka në vend që një gjë që ishte fare e lehtë, thjesht për të duk nuk e kuptoj, nuk e din, për shembull që s'kishte, ai mund të Rama fshetës në mënyrë sekrete, mund të thoshte atyre të bashkisë hiqeni, jo s'duhet dalur, nuk prononcohej kryeministri që ka fut hundët, edhe hiqte bashkia, edhe ishte veprim thjesht, e ka heq mënyrë administrative, edhe dilte Rama dhe thoshte, po këta hoqen, ai është pushteti vendor, s'kan për tash duhet Tirana të ketë një kryetar bashkie, edhe s'kishte Erjan Veliaj as edhe një lloj mundësie të thoshte që është shkelje drejt që e mbron kushtetuta. Por kështu kur ka ndërhy Edi, jo thjesht mrapa që thash shkarkova në unë, kur ai ishte shkarku, një person që është vrarë nuk mund të rivritet. Si mund të shkarkonte Edi Rama dhe kryeministria kur ai që shkarku në bashki? Këta janë idiot, e vrau, ku forma nuk vritet. O e ka vra ai që e vrau dje, o e vrava unë sot. Dy veta nuk mund vrasin njëri, dy veta e qëllojnë, po jetë vrasin. Pra, edhe sikur të mos dilte kë, por problemi është këtu tash, çfarë ndodhi? Avokatët e Erjan Veliajt me njëherë shfrytzuan këtë budollikun e Edi Ramës, edhe i kërkuan gjykatës kushtetuese të shikoj shkarkimin nga kryeministria që është antikushtetues. Shikojeni me kujdes. Shkarkimi është antikushtetues. Edhe është antikushtetues për arsye se emuloi veprimin administrativ të bashkisë kryeministria kur doli dhe futi hundët që e shkarkon. S'duhet fusin hundët. U bë kushtetues. Tash gjykata kushtetuese ka ndodhet para një problemi të madh vëllezër e motra. Është shumë e bukur kjo histori. Këto i shkuan përpara se shkojnë në gjykatën kushtetuese, kryeministria i kërkoi presidentit që të aprovoj kërkesën e Ramës për zgjedhjet e reja në Tiranë. Ka shumë zgjedhje të reja. Këto vetëm Ramën, vetëm këtë çfarë quhet? Vetëm këtë Erjan Veliajn e kanë bërë kushtetues, që si ishte kushtetues. Kurse gjithë kryetarët e bashkive që ka heq ky shifeni sa të bukur, ka heq në Vlorë, ka heq në Durrës, ka heq kudo. Ata janë kushtetuese se i ka heq Rama. Atje ku i ka heq Rama haptës, këto nuk e kuptojnë, edhe gjykatës, edhe këto gjykatësit janë idiot. Janë idiot, e lexojnë librin vonë dhe mësojnë, por nuk e kuptojnë që pikërisht në Vlorë është heq kryetari i bashkisë, ka heq Rama. Ky është kushtetues, ka heq direkt.
E ka heq kryeministri dhe jo vendi, këta I kanë lënë me njën. O, këta janë rregull, po Tirana që ka kushtetues, sepse avokatët e Veliajt ishin ata që hapën çështjen në gjykatën kushtetuese që Erjon Veliaj mund të jetë bo një pa drejt kushtetuese, se ka fut punët e hundët Edi Rama, kur atë e kishte heq bashkia, pikërisht ai që nuk ishte kushtetues, se ai ishte administrativ që hoqi bashkia, tashti është në gjykatën kushtetuese ai që s'është, se bëm të idiotët. Kurse ata që janë vlezër e motra, ku do në Shqipëri, ai Vlorës, ai Durrësit, ai Tiranës, ai Koplikut, ai Shkodrës, që ka dalë Edi haptës dhe ka heq Edi, që është antikushtetuese, ata nuk e në hap shifëni, se çfarë për ne thomon që nisa që këto gjykatës, jo ai Kalaja, me erdhi Astridi, po të gjithë këto gjykatës duhet ashtu nona se janë idiot, nuk kuptojnë asgjë. Që pikërisht atje ku janë boshkelet kushtetuese që janë heq, këto I ka heq Edi Rama që si voton Edi Rama. Vetëm Vlora dhe bashkia e Vlorës, edhe populli I Vlorës, e zgjell, edhe heq kryetarin e bashkisë Vlorës, jo kryeministri. Atje ku kryeministri ka heq ashqeta që tha të hiqen gjithë, këta nuk e paraqesin si problem kushtetues, I jepi hall këtyre idiotëve, që është pikërisht atje ku është kushtetues. E këtë që si ishte kushtetues, se ishte administrativ që hoqi bashkia, këta e bon kushtetues. Bravo I qoftë avokatëve të Erjon Veliajt. Po s'maron këtu bukuria e kësaj, që është një dramë e mrekullueshme, tamam sapo për këta që shohin gratë, kanë thonë që shohin dhe burrat në Shqipëri, jenë bosi gratë, e shef burri sapo përa, që erdhi aty puthje tradhtohet gruaja, jo pa erdhi goca re. Më falni, ju që më dëgjoni, po nëse ju jeni burra, edhe shifni sapo përa, ju jeni ca idiotë, legjende keni I dras mangët. Nuk shef burri asoj, burri a do femër më dhe më falat, ngrihet palla, shko gjej një diçka, po jo të shofash pralla aty në vend që të ngajesh atë shkosh mjellësh lule po spate që mjellët I para oborrit, të kërsisësh një pemë, të marrësh një darëth, shko atje në pyllë, e mjellë atje në pyllë, han ai udhëtari kur shkoj për Bariu, bëj gjotë të vlefshme për jetën, jo ulesh aty se pislliqet që ka ashtu sa më gjoka ka shkujt sa që duan bulloj që kanë shpirtin bash shofin në të kënaqen sa opera. Pa edhe një herë, kjo është sa opera më e bukur dhe më e mirë. Erjon Veliaj dhe gjykatësit e Erjonit, çem gjende ta shohin që këtu mund të jetë diçka shkelje kushtetute, me qenë se ka fut hundët kryeministri Rama ku si ta kanë. Atje ku I ka futur ata heshtin ata idiotët, që ata duhet gjithë hapin çështje të shkeljes kushtetutës, të gjithë të kryetarët e bashkive. Duhet I pezullojnë zgjedhjet, edhe me I herë pezullohen të zgjedhjet, unë nuk dure muj, po duhet që ne të ndërgjegjësohemi nga ana ligjore si shtet, se I kemi gjithë idiotë, si ata që dalin nëpër flasin nëpër media, si ata që e zbatojnë dhe aplikojnë ligjin nëpër gjykata, janë krejt idiotë. Për arsye se bën mund të gjithë këta që janë shkarku nga Edi, nuk guxon Edi, nuk ka kompetencë, nuk ka autoritet dhe shkel kushtetutën, po që se Edi udhëzon heqjen ose urdhëron heqjen e kryetarëve të bashkive nëpër është qeveri lokale. Po nëse, tash çfarë ndodhi? Është hap çështja. Rama çon ata që quhen ata që vasalët e vet tek Bega I thot Bega ist hey president, konfirmoje, aprovoj zgjedhjet e reja, I kam hequr gjithë. E kam shkel kushtetutën, nonën kushtetutës. Boje, ai idioti debili, ai s'din, ai është koçë nga mend, Begaj. Po ç'a të thot Rama? Bukur. Tashti, nga ana tjetër, kanë shku me prap këto skuadra e avokatëve të Veliajt në gjykatën kushtetuese, thonë gjykatës kushtetuese. Erjonit, klienti toni, është shkel e drejta kushtetuese, e ka heq me kryeministri, nuk e ka heq bashkia.
thjesht që keq kryeministri merr ngjyra antikushtetuese. Tashti, nuk ka rëndësi nëse gjykata kushtetuese mos i ta shqyrtoi çështjen e myllën zjerr atë Erjan Veliajn që hej, ty s'ta shkele drejta kushtetuese, zjedh vazhdojnë. Por sa kohë që kjo çështje nuk është myll, nuk është zjedh, atëherë nuk mund zëvendësohet. Quhet shkarkimi ripesull, pra pengon zjedh nga ana kushtetuese. Gjykata mund të rësonte këta, edhe prap nuk zgjidhet se sa të shkojnë në apel. Ku janë të mirë dhe të këqijat këtu? E keqa është se por një të drejtë kushtetuese të Erjan Veliaj, kjo është e keqa, ne po mohojmë të drejtën kushtetuese për një qytet të tonë, për kryeqytetin e Shqipërisë. Kryeqyteti dhe çdo qytet meriton dhe ka të drejtën të ketë një kryetar bashkie. Ja konflikte, shikoni sa bukur. Pra, kryeqyteti ka të drejtën e trashëgueshme të përhershme, ne themi inheritant right. Ka të drejtën e përhershme që të ketë një kryetar bashkie. Nga ana tjetër, pra këtu kemi qytetin Tirana, ka një të drejtë kushtetuese të ketë një kryetar bashkie. Nga ana tjetër kemi të burgos për kryetarin e bashkisë Veliajn, që ka një drejtë kushtetuese që mos a heq kush sipër për te pushtetit lokal kryeministri. Tashi, ta sakrifikojmë të drejtën e një qyteti të tonë për drejtën e një personi kryetar bashkie, shumë e keqe. Nga ana tjetër ku është e mira? E mira është se duke qenë se Veliaj është një person që jo është shkele drejta kushtetuese në moment që Edi Rama ka thënë që unë shkakoj, edhe i ka bërë telefon atyre shkakoni, se i kanë bërë haptës këta idiotët. Veliaj është shkele drejta kushtetuese. Në qoftë se mbyllim syt, kemi shkel kushtetutën me dykon. Pra, ne duhet të ngrihemi e të themi ati që shkel kushtetutën me gjykatët, ndalu bek se ka hendek. Gjykata kushtetuese tash çfarë ndodh? Gjykata kushtetuese pezullon, shkakon, zhvlefson vendimin e Ramës. Shikoj, pra me i herë kjo është prap kushtetues, se del vendimi i Ramës. Rama është implikuar me idiotlikun e vet, ku s'kishte nevojë. Duhet rrinë ndara heshtja. Por, a kemi ne këtu fitus? Nuk kemi fitus. Nuk kemi fitus për arsye se Veliaj nuk vjen pushtet, Veliaj është në burg, do ta marrë Rama më gjatë, që mos fitoj, edhe Tirana mbetet pa bashki. Tashti, në qoftë se bashkia ka pas të drejta shkërkonte nga ana administrative, sepse ai nuk ka qenë për 3 muaj në burg, në qoftë se skuadra avokatëve të Erjan Veliajt është, se për çdo gjë ka varet, prandaj them unë që nuk ka rëndësi fakti, ka rëndësi ai që e prezanton faktin. Pra fakti është i thjeshtë që Erjan Veliaj s'kishte ndërhyrje fare Rama, sa është e bukur kjo, dëgjoni me kujdes. S'kishte ndërhyrje fare Rama, edhe tashti ju kam thonë juve që po ta hiqte bashkia, vetëm bashkia, do t'ishte administrative, se bashkia e hiqte sa i s'është në punë, por pa pas ndërhyrjen, imponimin, ata presionin nga Edi Rama, heqin vetë. Mirë po qese Veliaj kishte një skuadër të mirë avokatësh, edhe këto mund të kthejnë dhe kushtetuese kthehet letë, edhe i herë faktet janë një lloj, por ai që interpreton faktet, dit i kthej. Në qoftë se ai do thoshte kështu, vetëm kaq. Që unë jam i pafajshëm, akoma nuk më kanë nxjerr gjykata me faj, sa ko që jam jo i dënuar me faj, unë për supozohem i pafajshëm,
Si pafajshëm, unë duhet t'jem në krye detyrës, po më majnë këtu me dëshime, së më kanë zjerë më faj, edhe mu po më shkilet një drejtë kushtetuese për të qenë i lirë sa ko që unë jam pa faj. Në qoftë se ju më histi mu gjoja administrativisht se unë nuk jam për 3 muaj në detyrë, do thonte Arjan Veliaj, unë nuk jam detyrë sepse mu më shkilet një drejtë kushtetuese si pa fajshëm, në qoftë o jam i pa fajshëm ose jam. Kur thuhet presupozohet, nuk është thjesht për të thënë, por supozohet të thotë i pa fajshëm, përderisa unë jam i pa fajshëm. Por të tjerët më majnë në qeli 3 mushi im justifikohet me kushtetut, se kanë heqë të drejtën kushtetuesat jemi lirë të shkojnë punë, edhe bim të poshtë anë administrative. Pra, faktet më varet, jo, nuk është fakti, si tha Fanoli, nuk pret shpata që është një hekur i dhehut, po pret dore e fuqishme Skënderbeut. Shpata ngelet, si në dorën e Sami Gjokës që s'mund të ngrej, si në dorën e Skënderbeut që e nga si popull. Pra nuk është shpata, nuk është fakti, është interpretuesi i fakteve ai që fiton gjyqjen. Pra një avokat i mirë prap e kthente diçka që është administrative, edhe binte edhe gjykatën edhe popullin që nuk është administrative, edhe sikur vetë bashkia ta kishte heq, për arsye se Erjon Velia thot, unë nuk kam shku për qef në Xhamejka ku shkonte Sami Gjoka, në ato orgjit atje edhe rri atje pa brek, për ditë për natë siç rrinte Edi Rama pas së të bash kryeminist në Francë. Unë nuk jam që mungojnë bashki për qefin tim që do më heqesh për 3 ditë, por është se më kanë majtë në qeli duke më shkel të drejtën kushtetuese si njëri pa fajshëm, se kushtetuta më prosupozon, ligji shqiptar më prosupozon të pa fajshëm, atëherë me qenë se jam i pa fajshëm, pse më man ti mu në qeli më letë shkoj të bëj detyrën, pra mos qenja në detyrë është prap një shkelje të drejtës kushtetuese. Shikojeni, pra avokati i mirë Beluli, se si e nëzirë prap kushtetues, edhe pa kushtetues, varet. Pra avokati, unë prap e nëzirë pa kushtetues, po t'jem unë avokati i Velia, natyrisht për më gjuhë tjerë. Tashti, a mundet njëri pa fajshëm, kryetari një bashkie, ta drejtoj bashkinë vëllezër e motra nga qelia ku mahet me pa drejt, por me dyshim. Ndoshta me arsye, por pa drejt. Arsyeja është se shkatron evidencën. Por pa drejt, nëse unë jam i pafajshëm, e më presupozon ligjit pafajshëm, unë do të jem kryedetyrës. Pa drejt, me arsye. Shikoni më kujdes. Gjykata ka arsye të marrë se shkatron evidencën. Dyshim, frikë, paranoja, skizofrenlik, por është arsyeshme. Se po të ketë evidencë e shkatron. E drejt, nuk është e drejt që mahat, për arsye se ligji e presupozon pafajshëm, është i pafajshëm, lehet shkojnë punë. Si mund është ta marrësh njëri të pafajshëm në burg? A është me faj, atëherë mos më thuj është i pafajshëm, o e presupozon pafajshëm o me faj, po nuk prish punë. Tash i kemi Veliaj është kryetar bashkie. Shfuqizohen këto derisa gjykata e kushtetutës vendos, unë mendoj që ai vazhdon të jetë i shkakum gjoja në teori, por që ky shkakim është pavlefshëm sako që ai e lufton këtë lloj shkakimi. Vazhdon të jetë kryetari i bashkisë, nuk guxon kush t'i marrë vendin. Tash ja mundet kryetari i bashkisë në qeli të drejtojë Tiranën? Ha, mundet. Fatos Nano është shembull president në Shqipëri, ka qenë burg edhe ka met me Sadion, mund t'jem gabim, kryetari i Partisë Socialiste dhe ka drejtu. Erjon Veliaj duhet jetë i vetmi që duhet të jetë kompetent dhe autoritet i Tiranës edhe të marrë vendime deri ditën kur të shpallet i fajshëm. Çdo gjë shteti dhe qeveria duhet t'i japë atij, ndoshta të kontrolluar nëse kanë frikë sa i shkatron evidencën, ndoshta me policët e spakut,
duhet t'i japin ato televizorin në malë në qeli, sa është në tjetën kohë kryetar bashkie, për supozohet i pafajshëm, a i t'ket atë salën e modhe atje në burg atë murin televizor, ku bon mbledhjet për ditë me ato stafin e vetë bashkis, edhe jep udhëzime se çfarë duhet bëhet, pra duhet të drejtoj bashkinë. Këtu është një shkelje prap kushtetuese në qoftë se nuk i jepet kjo drejt deri ditën kur të shkarkohet. Tash si bëhet kjo? Kjo zgjidhje fare lehtë. Se thashun që Tirana ka drejt të ketë bashkinë, e ka, me qeli po e ka. Edhe në Han po tjetë se drejtohet me një zoom që quhet aty, e drejton bashkinë ai. Po, si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet kush e ka zgjedh Erion Velie atje, jo kush e ka propozuar partia vetë e Tirana, kush e ka zgjedh Tirana. Bëhet një referendum, për arsye se ne kemi tashti Tiranën pa që quhet kryetar bashkie. Ne kemi një kryetar bashkie të pafajshëm që është në burg, por dyshohet. Ne kemi një kryetar bashkie që e ka heq kryeministri që s'duhet të fusë fundet, është heqje antikushtetuese. Pra, atëherë, mirë po Tirana nuk mund të marrin pa bashkinë ndoshta. Atëherë bëhet një referendum me qytetarët e Tiranës, edhe bëhet 3 muaj fushat para referendumit, që ne mendojmë që Tirana nuk duhet të ketë një të burgosëm, apo të pare burgosëm që drejtoj Tiranën. Si mendoni ju populli i Tiranës? Populli i Tiranës pastaj jap të drejtë për arsye se është tepër e vështirë të zgjidhësh këtë, edhe po ta zgjidhë gjykata, e frenon gjykata, pa ato mund ta shpejtojnë. Atë bëhen prapë pisliqet, por vetëm një referendum në Tiranë, masi palët kundërshtare e bëjnë atë fushatën e vetë për referendumin, edhe njerëzit e Tiranës, jo Edi Rama, jo Sali Berisha, ata mund t'japin një votë. Njerëzit e Tiranës votojnë. Ta marrim Erion Veliajn kryetar bashkie deri kur të mbarojë mandati, apo deri kur dali fajshëm e po fajshëm, apo të shkakojmë. Edhe këtu populli i Tiranës zgjidh problemin që i ka tashi president, kryeministër edhe gjykatë kushtetuese për arsye për gabimet e gallofit të madh e Tiranës. Sami Gjoka, në Koshnet.